Si të zhdukni qimet nga fytyra me këtë maskë natyrale brenda ditës. Qimet e padëshiruara paraqesin njërin ndër problemet më të mëdha për secilën femër. Sot ne po ju sillim një zgjidhje të qëndrueshme për këtë situatë, e cila është tërësisht e pakëndshme. Kjo metodë e menjanimit të qimeve përdoret nga ana e shumë femrave të famshme. Fusni dhe piqni një lëvore të arrës në furrë dhe më pas e bluani deri kur të keni bërë pluhur nga ajo. I ashtoni pluhurit pak ujë dhe e përzini mirë derisa të formohet një lloj paste dhe lëreni atë që të qëndrojë për 15 orë. Përzierjen e aplikoni në pjesët e trupit nga të cilat dëshironi që përgjithmonë të menjanoni qimet. Lëreni të qëndrojë së paku 30 minuta dhe më pas shpëlajini. Përsëriteni procedurën së paku 3 herë në ditë deri në momentin kur ju të arrini rezultatet e dëshiruara.